Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Falënderimi tek Allahut xhalla xjalaluhu, paqja dhe mëshira qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë muslimanat të cilët ndëgjojnë dhe i praktikojnë fjalët e Allahut dhe fjalët e Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Fillimisht lutim Allahun që të kemi agjerim të pranuar inshallah, lutje të pranuara dhe ibadete të pranuara. Padyshim që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë muaj e ka vlerësuar në një hadith qudsi i cili thotë: kullu amali ibn Adam lah illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih. Padyshim që çdo vepër e birit të Ademit është për veti, përveç sa agjerimit Allahu xhalla xjalaluhu ta un di se si është shpërblej. Domethënë shpërblimet e Allahut janë të shumta dhe të pakufishme që edhe melekët e Allahu nuk i la ta regjistrojnë këtë shpërblim, vetëm se Allahu xhalla xjalaluhu e din, inshallah me anë të agjerimit i mërrim do të thotë këtë shpërblim. Do të jemi disa minuta në një temë e cila do të ndëgjojmë të shuajtjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra shumë herë ndëgjojmë se thot pejgamberi, thot Allahu, thot pejgamberi, thot Allahu, por do të shohim se kur Allahu xhalla xjalaluhu shun dhe nuk fol, dhe kur melekët shujnë dhe nuk folin, dhe kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka heshtur, ka shuajtur dhe nuk ka folur, çfarë kuptimi do të ketë. Një sahabi me emrin Ebi Darda e përcjell një hadith i cili thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: ma ahalla Allahu fi kitabihi huwa al-halal. Atë të cilën Allahu xhalla xjalaluhu e lejoi për juve është halal. Atë të cilën Allahu xhalla xjalaluhu e ndaloi për jush është e ndaluar dhe është haram. Për atë të cilën Allahu e shuajti dhe heshti, ajo është një falje të cilën Allahu xhalla xjalaluhu ja udhëroi dhe pranon e faljen e tij. Domethënë, e heshtja e Allahut, shuajtja e Allahu xhalla xjalaluhu nënkupton faljen ndaj neve. Domethënë, një ashtu na mëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se njeriu i cili shkon në rrugë, është në rrugë, preferohet që namazi i tij të shkurtohet prej në 4 në di dhe thotë: sadaqatun tasaddaqa Allahu biha aleikum faqbalu sadaqata. Është një lëmosh të cilën Allahu xhalla xjalaluhu ja ka dhuruar, pranon lëmoshën e tij. Domethënë është një hedije. Pra, kur Allahu xhalla xjalaluhu hesht, nënkupton se Allahu do thotë i kalon çështjet pa i diskutuar dhe pa i cek për me qenë falje për neve. Kurse sa i përket e heshtja e melekëve të Allahu xhalla xjalaluhu, nënkupton fundin e një numrimit apo fundin e një sendi. Domethënë nuk janë të njëjta. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: ishte ulur dhe në anën e gjatë ishte meleku Xhibril dhe në anën e majt ishte meleku Mikail. Dhe po i thet meleku Mikail Xhibrilit: ja Xhibril, aqri'hu ala harf. Lexoja Muhammedit Kur'anin e Kerimin në një lloj të leximit. Pastaj po i thot: aqri'hu ala harfein. Lexoja në di lloj të leximit. Derisa mrrini në numrin 7 dhe u ndal. Dhe nuk tha 8 dhe 9. Me atë kuptuam, thot pejgamberi Allahut, me atë kuptuam se në momentin kur u ndal dhe nuk foli, heshti, nënkuptoi fundin e numrimit të leximeve të Kuranit Kerimit. Pra jemi të mësuar ne dhe e dim shumë mirë se Kurani Kerimi lexohet në 7 lloj leximesh, tek ne lexohet në një lloj prej llojeve të leximeve. Domethënë, kur u ndal meleku Xhibrili dhe nuk foli dhe heshti, nënkuptoi fundin e një sendit. Te Allahu ishte falje, te melekët do thotë ishte fundi i numrimit deri në 7. Por sa i përket heshtjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka më shumë se një kuptim. Heshtja tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nënkupton një prej kuptimeve është, domethënë, është razi dhe është dakord. Hazreti Aisha thotë: ja Rasulullah, diskuton për çështjen e femrës e cila kur vjen në momentet të fejohet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: el ayyimu tusta'mar wal bikru tusta'dhan. Femra të martuara, të sprovuara, të lëshuara, kur vjen në momentet të përsëritet martesa, duhet të mirët leje prej tyre. Por tek ato të cilët janë beqare, Hazreti Aisha tha: ja Rasulullah, kanë marrë dhe kanë turp ato të folin se ata pranojnë apo jo. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: ridaha fi sukutiha. Pëlqimi i saj është në heshtjen e saj. Në momentin kur ajo shun, nënkupton se ajo ka pranuar. Domethënë, heshtja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në këtë rast nënkupton dakordimin ndaj një sendi.
një prej shokut të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me emrin Ubej ibn Ka'b tha: "Ja Rasulullah", erdhi pejgamberi Allahu tha: "Ja Rasulullah, kam vepruar një vepër e cila ndoshta nuk ka pas hije, por kam dalën imam dhe i kam falën ngrat 8 rekat dhe 3 salati vitr." Nuk kuptohet se mas faljes në xhami në shtëpinë e tij ka falën 8 rekat, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam heshti dhe nuk foli. Nuk kuptoj se veprimtaria e tij edhe nëse ai i ardhur si rand çka veproi dhe e potencoi se kanë vepruar kështu ja Rasulullah, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam heshti, nuk kupton se veprimtaria e tij, e falmja e tij është në rregull. Një sahabi me emrin Ebu Bekr ibn Ayyash e pyeti një prej halifeve të pasardhësit të halifeve, thanë: "Ja Ebu Bekr, a ke mundësi me na treguan se si e kanë zgjedhën halifën e parë Ebu Bekrin në fillim të mas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam?" Ebu Bekr ibn Ayyashi ja tha tre fjalë. Tha: "Allahu heshti, meleku Gjibril heshti, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam heshti, ne heshtëm dhe e zgjodhëm." Pastaj ja sqaroi shumë shkurt. Tha: pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ishte i sëmur 8 ditë. Gjatë periudhës së 8 ditëve i tha Ebu Bekrit: "Falja u namazin xhamatit." Nuk tha: "Ja Ebu Bekr, falja ti një ditë, Hazreti Omeri një ditë, Hazreti Aliu një ditë, Hazreti Osmani një ditë", por ta 8 ditë sa ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i sëmur, i tha Ebu Bekrit: "Fale namazin." Pra, gjatë kësaj periudhe, Allahu Gjelle Gjelaluhu nuk zbriti Kurani Kerim, meleku Gjibril nuk erdhi me inspirim, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pranoi në këtë formë, tha: Allahu heshti, meleku Gjibril heshti, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam heshti, ne heshtëm dhe e vendosëm të jetë khalife Ebu Bekri. Nën kupton se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë i dakorduar me veprimtarinë dhe formën e zgjedhjes së Ebu Bekrit si khalife. Një prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me emrin Mus'ab, në shtatin e vdekjes po e çon një evlad prej evladëve të vet dhe po i thot: "Shkoni thirrni pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kam diçka me e pyet." Dhe kur ardhi pejgamberi Allahut po i thot: "Ja Rasulullah, po du me shpërndan pasurinë time. Po du me shpërndan pasurinë time sa të jam gjallë, të gjithë pasurinë time." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: "Jo, la." Tha: "Ja Rasulullah, po du me shpërndan gjysmën e pasurisë." Tha: "La, jo." Tha: "Ja Rasulullah, po du ta shpërndan 1/3." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam heshti. Kjo nuk kupton el-i'tirad, pastaj, domethënë, një herë e kundërshtoi, pastaj shujti. Në momentin kur shujti, kjo nuk kuptohet se me 1/3 e pasurisë mund ta shpërndajë njeriu të cilën e ka edhe para vdekjes së tij, sepse pejgamberi Allahu ta është më mirë me lanë familjen të pasur se sa të varfër. Domethënë, herën e parë kur tha se ta shpërndajë të gjithë pasurinë, pejgamberi Allahu tha jo. Gjysmën tha jo, kur tha 1/3 tha pejgamberi Allahu të shujti. E shujtmja, heshtja e pejgamberit Allahu të tregon se mundet ai person të veproje sipas dëshirës së tij me 1/3 e pasurisë së tij. Ndonjëherë e shujtmja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në kupton refuzim dhe me ja kthi shpinën. Erdhën një pjesë, një grup i jehudëve me pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe thanë kështu para se me diskutuan, thanë: "Po shkojmë ta pyesim Muhamedit se tek ai ka lehtësime, mund të bëjë lehtësime." Kur ndonjë pejgamberi Allahut këtë fjalë pra u revoltuan atë kuptim dhe i thanë: "Ja Abul Qasim, ja Abul Qasim", aq pra ishin çka e refuzojshin t'ia përmendin edhe emrin Muhammed. Tha: "Ka mundësi me na treguan nëse një burrë dhe një grua lavire bojnë, domethënë, amoralitet, çfarë dënimi kanë?" Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam heshti, nuk ju dha përgjigje. Ato jo se nuk e dishin, por doshin ta provokojnë pejgamberin Allahut. Pejgamberi Allahut heshti, nuk dha përgjigje. Pasi se shkuan në atë faltorën e tyre, pejgamberi Allahut ju shkoi më dhe tha: "A ban me më treguan ju se tek ju në Teurat çfarë rregullore ka për ato për veprimtarinë e këtij llojit?" Than: "Tek ne është duhet të lihet fytyra e tyre me zi, do bëhet fytyra e zezë. Duhet të hipet në një gomar prap, gomari me kokë të para, personi i cili ka vepruar me kokën mbrap. Dhe duhet të gjuhet me gur."
Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po I pyet, a duhet edhe të rahat? Ato thanë duhet të rahat. Pejgamberi tha, a duhet edhe të gjuhët deri në vdekje? Thanë po. Atëherë Allahu xhalla xhelaluhu tha, çish ato kërkojnë prej teje ti të gjikojsh kurse ato me vete e kanë ligjin e Tevratit. Domethënë, pejgamberi Allahut heshti jo se nuk e dinte përgjigjen, por e pa se këto nuk dojnë të mësojnë, por dojnë të provokojnë. Ndonjëherë kuptimi apo heshtja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nën kupton pikëllimin e tij, mërzijen e tij. Njëherë prej herëve erdhi Ebu Bekri dhe Hazreti Omeri. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte me familjen e tij duke diskutuar dhe duke nejtën në shtëpinë e tij. Erdhi Ebu Bekri dhe po I thotë selamu alejke ya Rasulullah, pejgamberi Allahut nuk po I përgjigjet. Dhe Ebu Bekri e pa se pejgamberi qenë ka I mërzitur. Erdhi Hazreti Omeri dhe po I thotë selamu alejke ya Rasulullah, pejgamberi Allahut nuk po ja kthen selamin. Dhe po I thotë Ebu Bekri, ja Omar, pejgamberi Allahut është I pikëlluar, është I mërzitur. Por Ebu Bekri tha, unë kam e vepruar një vepër, kam e thonë një fjalim që ta çoj pejgamberin e Allahut pak të buzëqeshët. Tha, ja Rasulullah, çka thot ti nëse unë kisha vepruar, nëse një gruaja ime, një grua prej grave kish pas me kërkuan, do thot me I dhon shumë pasuri asaj dhe ka kërkuan të plotësojë dëshirat e vet dhe unë ja kisha kputën kokën, çka kisha thonë? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u buzëqesh dhe tha, këto shka janë për rreth meje, familja e me gratë e miaja, tha janë duke kërkuan që unë t'ja ushtoj shpenzimet atyre. Pra, Ebu Bekri dhe Hazreti Omeri e hetuan se në fytyrën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe heshtja e tij, mosprania e selamit të tyre nënkuptojke mërzijen dhe pikëllimin që ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për atë edhe nuk u përgjigj, pa u kuptuar se është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I pikëlluar. Ndonjëherë heshtja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nënkupton mosnjohjen e një sendi, adamul ilm. Erdhi një person dhe po I thotë, ja Rasulullah, unë jam një person I cili falem për hir të Allahut, por kam dëshirë që edhe njerëzit ta shohin. Baj haxh, kri haxhin, por kam qef ta kri haxhin për hir të Allahut, por kam dëshirë që edhe njerëzit ta dinë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam heshti, shujti. Allahu xhalla xhelaluhu I zbriti ajet kuranor I cili tha, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada." Ai I cili don ta veprojë një vepër të mirë dhe don të takohet me Allahun xhalla xhelaluhu, veprimtaria e tij, puna e tij duhet të jetë vetëm se për hir të Allahut dhe nuk duhet t'i bëjë shok Allahut në ibadetin e tij. Domethënë, për me ia dhënë përgjigjen personit I cili tha un falem dhe për hir të Allahut dhe du që njerëzit ta shohin, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam heshti dhe Allahu xhalla xhelaluhu ja zbriti, do të thotë përgjigjen pejgamberit të Allahut duke thonë se ai I cili vepron kështu, vepron dhe duhet ta bëjë veprën për si e faqe, do thotë nuk ka pesh, vepra e tij do të jetë e humbur, por duhet të bëhet të jetë puna amel salih, punë e vërtetë e bazuar sipas fjalëve dhe porosive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe dinit të Allahut, dhe duhet që ajo të bëhet për hir të Allahut, përndryshe ajo vepër nuk pranohet. Pra, heshtja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam do të thotë jo se nuk dashti me I dhënë përgjigje më njëherë, por priti që Allahu xhalla xhelaluhu të jap përgjigje prej qiejve me anë të melekut Xhibril dhe zbritjen e Kur'anit Kerimit. Ndonjëherë heshtja nënkupton el-intidhar, pritje. Njëherë prej herëve Omeri radiallahu anhu erdhi të bëjë ziarat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në shtëpinë e tij dhe trokitin në derë dhe pejgamberi Allahut ishte mrenda, por heshti. Herën e dytë heshti dhe herën e tretë heshti. Kur dul pejgamberi Allahut atë ke mundësi që tash me ardhur. Po ndonjëherë nëse shembull vjen dikush si mysafir dhe mon troket në derë një herë, di dhe tri dhe pronari edhe nëse është mrenda, ndoshta nuk është I gatshëm me pranuar si mysafir dhe hesht, njeriu apo vizituesi është mirë të kthehet, domethënë dhe sepse heshtja e tij, shujtmi e atij nënkupton se ai nuk është I gatshëm ta pranojë, do thotë ata si mysafir. Pra, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe heshtja e tij ishte se e mësoi Hazreti Omerin të thirrë një herë, të thirrë pasditje dhe të thirrë për herën e tretë, pastaj tha, "Shtash jam I gatshëm të pranoj në shtëpinë time." Domethënë, ndonjëherë heshtja është el-intidhar, duhet të pritet. Ndonjëherë heshtja nënkupton adamul jidal, jo mos polemik me palën tjetër.
Domethënë kur mos polemika nuk ka bereqet, është më mirë të shuhet, të ndalet njeriu të hesht. Një person me emrin Rabi'a e çon mushrikët e Mekës deri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam t'ia bënë më shumë se një pyetje, ta testoje se çka po vepron dhe çka po ban. Dhe i tha ja Muhammed, a ti je më i mirë? A Abdullahi baba jot është më i mirë apo gjishi jot Abdul Muttalibi? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam heshti. Me pas thonë unë jam më i mirë, jo, me pas thonën se prindërit janë më të mirën, Abdullahi dhe Abdul Muttalibi, do të thoshin mushrikët se ki do të kthehet në kiblën tonë dhe do të kthehet në dinin tonë. Po, nëse kishton se unë jam më i mirë se to, do të thoshin mos je i çmendur. Mos ke nevojë me të shëruën, ose mos ke nevojë me të bënë njerit më të pasur, ose me të dhënë post, ose me të zgjedhë gruan më të mirë. Domethënë, edhe e para, edhe e dita nuk ishte në favor të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam heshti dhe nuk u përgjigj. As tha se jam më i mirë se to, as nuk tha se prindërit dhe gjyshët e mi janë më të mirë, por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam heshti dhe ishte fitues në këtë polemik. Domethënë, mos folurit në këtë rast ishte, do të thotë, heshtja ishte mos të polemizojme me palën tjetër, do të thotë ishte hajër. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një herë për herëve ke me shokët e vet dhe po i pyet për një njeri i cili kaloi, ishte njeri i pasur, dhe po i pyet, çka mendoni për filanin? Tha një Rasulullah, ky njeri me këtë pasuri, nëse fol duhet të ndëgjohet, nëse kërkon dorën në një vajzë duhet të jipet, nëse vendoset si dëshmitar duhet të tingohet dëshmia. Pas një periudhe të shkurt erdhi një person tjetër, i cili ishte i varfër në syrin e tyre. Pejgamberi Allahu ta për këtë ditin çka thoni? Çka mendoni? Çfarë statistike keni për to? Tani Rasulullah, kia është njeri i varfër. Ki me fol s'duhet të ndëgjohet. Me kërku dorën ndonjë vajzë s'duhet të jipet. Si dëshmitar nuk duhet të lihet. Pejgamberi Allahut shujti dhe tha, ki i diti është më i mirë se ai i pari, edhe nëse si ai i pari toka ishte e mbushur me to. Pra, një prej kuptimeve dhe perumbullaksoj, një prej kuptimeve të cilët do të thotë heshti ditën e gjykimit, çdo njeri do të hesht. Në momentin e vdekjes çdo njeri do të hesht. Allahu xhalla xhelalu thot: "Yawma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahmanu wa qala sawaba." Ditën e gjykimit të gjithë të heshtin, vetëm se atyre që Allahu xhalla xhelalu do të jep mundësinë të flasin. Një prej momenteve Allahu xhalla xhelalu i tha pejgamberit tonë, asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Ja Muhammed, Allahu ti e ka më të dhënë një moment, një makam, një vend cili i gjithë njerëzimi kanë me pasë nevojë për ndihmën tënde. Lusim Allahun që të kemi ndërmjetësimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ditën e gjykimit, të kemi shefaatin e tij dhe të ringjallemi në flamurin la ilaha illa Allah Muhammedun Rasulullah, adërim të pranuar dhe ibadetet të pranuara, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.